Kërkesa e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës Erion Veliaj për ndryshimin e masës së sigurisë u rrëzua në seancën gjyqësore të zhvilluar në GKK një javë më parë. Pas zhvillimit të seancës për kryebashkiakun, ndaj të cilit rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, një furi lajmesh me procesverbalet e pretenduara të kësaj seance pushtoi mediat e paguara nga inceneratorët dhe vllai i Erion Veliajt, Arber Veliaj, i cili ndodhet nën hetim nga SPAK. Lajmi kishte një titull: Veliaj të qëndroi në burg se mori avokat amerikan. Publikim procesverbales, opinione, por që po të lexoje tekstin midis rreshtash, nuk gjendej asnjë fjalim i të cilën ishte ngritur fortuna në gotën e mediave të Veliajt. Në procesverbalet e seancës gjyqësore me dyert të mbyllura nxjerr nga avokatët e Veliajt dhe studiot e tij ligjore dhe lobiste, pretendohet se prokurorët e SPAK-ut, Olsdado dhe Altin Dumani, kishin thënë se Erion Veliaj duhet vijojë të qëndrojë në burg, se ka marrë një avokat amerikan, siç e theksua më lart. Këtë mashtrim nuk e gjetën më asgjëkundi në procesverbalet e publikuara ku ishte tjetërsuar teksti, siç ndodhi rasti me pretendimin se Veliajt ishte thënë ndyrësir muaj më parë. I parë e fillon këngën Carlo, por është më diplomatik. Më pas vajt ja merr gazetari familjes Veliaj Mirobazo, ky rëndon dorën. Duke qenë se thjesht kopion apo vjedh lajmet e të tjerëve, duke qenë edhe më i neveritshëm se të tjerët, bën titull dhe sulm më agresiv duke qelbur edhe me editorialet e tij që tashmë nuk i lexon as vet dhe shpesh thonë se i bën ChatGPT. Në skenë del edhe Ylli Manjani, si mbetje e ushtrisë Erion Veliajt kundër drejtësisë, një qendrim që publikohet dhe bëhet pjesë e marrëzisë së dalë në mediat e paguara me para skandalesh, inceneratorësh dhe aferash pushtetit të rilindjes. Ja se çfarë kanë thënë prokurorët Olsdado dhe Altin Dumani në seancën gjyqësore me dyert të mbyllura sipas procesverbaleve të publikuara nga mediat e pushtetit. Jemi vënë në dieni pasi element të rinj në lidhje me nenin 228 të Kodit të Procedurës Penale dhe nenin 163 në lidhje me kushtet e përcaktimit të masës së sigurimit personal për një fushat lobimi të shtetasit Erion Veliaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një fond financimi rreth $220.000. Nga burimet të hapura është një shkrim, ka shumë shkrime, por do doja që këtë gjykata ta shqyrtonte si provë. Në gjykimin ton, kjo fushat lobimi, e cila ka shkuar deri në nivelet më të larta politike administrative të Shteteve të Bashkuara, nuk përbën një mbrojtje juridike për veprimtari të funksionit politik, synon delegjitimin e organeve që po gjykojnë aktualisht çështjen dhe tregon vullnetin e të pandehurit për të shmangur procesin penal. Pra, mbrojtja nga procesi penal dhe jo mbrojtja në procesin penal duket se është synimi kryesor i të pandehurit Erion Veliaj gjatë këtyre muajve të hetimit paraprak, por edhe të gjykimit në seancë paraprake. Për ne është një element shumë i rëndësishëm që tregon se klima e krijuar në raport me prokurorinë e posaçme, por edhe me gjyqtarin në hetim paraprak. Të mos harrojmë këtu që nga burimet e hapura gjithashtu, këta aktorë të sistemit të drejtësisë, pra edhe prokurorët prokurorisë së posaçme, por edhe gjyqtar, janë cilësuar si antar aktiv të një partie që i përket opozitës në Shqipëri. Janë cilësuar të lidhur ose të paktën vetëm prokurori, me interesa të ngushta zhvillimore ndërtuese. Kjo është një situatë që krijon një klim ndikimi jo vetëm te organet e drejtësisë dhe aq më tepër mund të imagjinojmë efektin që krijon te dëshmitarët, por dhe te dëshmitarët e drejtësisë që janë pjesë jetike thelbësore e këtij procesi. Mediat e pushtetit mashtrojnë publikisht, sepse në asnjë rresht të qëndrimit të prokurorëve dhe sipas procesverbaletve të shpërndara nga avokatët e Veliajt, nuk thuhet që marrja e avokatëve amerikanë është arsye që Erion Veliaj të rinë në burg. Prokurori ka folur mbi klimën e krijuar në raport me dëshmitarët, procesin dhe sulmin ndaj organeve të drejtësisë. Një tjetër gënjeshtër që e gjen më pas në tekstet që kryesisht publikohen me dirigjim për të bërë raporte të tjera mashtrimi dhe lobimi, pretendohet se zgjatja e afatit të paraburgimit të Veliajt ndodhi me pretendimet e cekta dhe mos përgatitjen e prokurorëve që nuk ishin argumente, por edhe sollën në seancë avokatët amerikan. Tjetër gënjeshtër kjo pasi nuk ka pasur asnjë zgjatje afati paraburgimi. Por Erion Veliaj ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë dhe prokurorët kanë dhënë argumentet e tyre pse masa nuk duhet ndryshuar. Kaq dhe asgjë më shumë. Të tjerat janë mashtrime publike me dirigjencë dhe në shërbim të burgosurit me kodin Zdroms në burgun e Durrësit. Sa për pjesën tjetër, se nga buroi zhurma dhe si dolën procesverbalet e një seance me dyert të mbyllura, përgjigjja është e thjeshtë. Avokatët, arbër që paguan thasët me para, i çojnë të shërbëtorët mediatik të Veliajt. Ata që dje të bënë gjyqin për publikimin e përgjimeve skandaloze të Veliajt, këtë herë gënjejnë me tekstet e procesverbaleve që zbardhin vetë një vit më pas.